Zoti Lapa i mirëmbrëma, gëzuar vitin... Gëzuar. Ore, ty ta hodhën koka te apo të ra, që i në spital? Dhe qisha jo? Ta erdhën si barbar, të roqën plasmasi që e lidhur me ato, që e ngjitur me ato ngroset për të mos se marrë era, për të krijuar një farë qëndrueshmërie të asaj tëndës që kishim krijuar dhe ato ranë një nga një dhe me fuqinë e tërheqjes na vun para, si ti më thënë. Se decidiova unë nga dikush nga ta, po s'ta them se dikush, dhe me thënë nga niveli poshtë aty që kanë qenë, si të shpëtuam nga kjo njeri që nga me fatë thanë. Se mund të kishte rënë edhe aty, se aty të bëjnë edhe dermanin atare, që të kere dhe qarkë. Si ka vijuar protesta tani këto ditë dhe që keni ndërmend të bëni në vazhdim? Se duke tani se, a ka në një zhvillim o zotri, se po ndonjë aty mund të rishtë dhe gjithmonë, po qëfar? Po ju jeni dëshmitar të dhunës barbare të djeshme pas protestës së dytë, që nga sa duket numrat po shtohen, edhe pse unë nuk është se kam shumë e merak atë pjesë, me thënë drejtën se cili e di vetë atë punë, po e patë përplasjen masive dje, 300 policë sollën për 2 tënda përballë 30 vetave. Pastaj pasi mbaroi ajo në mes të natës në mënyrë skuzse, si skuza, sollën 60 policë për të prish për herë të dytë tëndën. Tani, nëse ju duket që Edi Rama është rehat dhe vjen për sport dhe sjell 300 policë për të goditur të që ne po bëjmë, atëherë mund ta mendoni, po unë them që kjo e ka shqetësuar aq shumë sa ai po del nga vetja dhe po bën gjëra që nuk duhet i bënte. Po, Bilega, se sigur kishe ti diçka dhe të thoshe. Unë thash për këtë kontekst, dhe kjo është paka shumë ai për thotë dhe zoti Lapaj. Po? Që kontekst, që kjo që po ndodhë, atë e ka zirë pak nga vetja dhe ka humbur qetësinë. Por, a është kuj moment oportun, do të pyrë zotin Lapaj, është kuj moment oportun që bashkojnë forcat tani, me qenë se duket që qeveria e ka humbur qetësinë. Në bashkojnë forësat me gjithë opozitën. Dhe për shkak të një konteksti të favorshëm, opozita mund të arrijë diçka. Po, zotja Bilegaj, është detyrë madje e të gjithë qytetarëve në opozit, nuk duhet t'i ndaj sipas partive, po duhet të them çdo qytetar në opozit duhet të përballet dhe të jetë përballë këtij njeriu i cili kërkon të vrasë çdo qeliz lirie në këtë vend dhe ja ka dalë. Ai ka dalë nga vetja, nuk shiqep sepse protesta këtu pa ndalim që i bërtet poshtë zyrës vet, duke i thënë që drejton qeverinë më të korruptuar në Europë. Sigurisht që është një gjë që i shkthye në maks, me thënë të drejtën. Dhe dje lukuni policie si nuk që pa ndonjëherë, ju i keni parë pamjet, erdhën dhe në mënyrë qesharake, se është qesharake, po ziheshin për 2 tënda nga 3 metra, nga 9 metra katror se cila. Dhe unë të them që pasi na e prishën tëndën, unë sot ndodhem në shi, nuk e dine e daoni ku jam, ka po qohem. Unë jam këtë kryeministria, jam në një çadër, ja urdhon, me çadër, dhe në një karrige, për balë zyrës të këti. Çadër kështu, që të shiut, jo çadër të bashkë. Çadër shiu, ja si ky zot, ja si Fonsi këtu, ja urdhon. Shikoj Fonsi. Qartë. Po, jam ullur këtu në një çadër për turbin e Edi Ramës, se nuk besoj se ka njëri dyshime që unë kam ku flë. Po jam këtu si dëshmi e rezistencës përballë një njeriu që erdhi si shpresë dhe është kthyer sot në simbol të korrupsionit dhe të makutërisë. Është kthyer sot në simbol të dhunës. Ai që e soi standardin e çadrave në këtë bulevard dhe ai vendosë një çadër që zinte mira metra katrore, mbani mend ju si e bllokoi Tiranën. Ai që bllokonte rrugët, autostradat e diqte goma, sot
kalemeri nga vendosja e 2 çadrave të vogla këtu, secila nga 9 metra katror, sepse ai njeri nuk ka qenë kurrë i sinqert me këtë vend. Është thjesht drejtuesi një organizate që ka marrë peng Shqipërinë dhe e vjedh nga mëngjesi deri në darkë. Për t'ju përgjigjur zotit Abilekaj, unë mendoj që të gjitha forcat opozitare duhet jenë në shesh përtej flamujve partijak, nën flamujin kombëtar përballë regjimit të Edi Ramës, që është një regjim që edhe pse njerëzit nuk e pas kanë marrë seriozisht më parë, është realisht një diktaturë. Zoti Laver, mendoni ju që mjaftojnë protestat që të arrini ato 3 pikat që keni kërkuar? Pra, mendoni që Zoti Rama do të rishet vetëm nga protestat, sa do të mëdha të bëhen, sa do të bashkoheni me partitë e tjera ose me qytetarët? Unë për ju zoti Abilekaj, kam një respekt të veçantë jo për gjithë analistat, me thënë drejtën, se një pjesë e analistave dhe jo një pjesë e vogël, një pjesë e madhe, i shërbejnë pushtetit se paguen nga pushteti, po për ju në veçanti kam respekt, në thënë drejtën. Unë di të them që nëse ti, ata si ty, ajo pjesë e shëndetshme e shoqërisë, e gazetarve, e politikanve, e arsimtarve, e doktorve, e avokatve, e noterve, me radhë, inxhinierëve, marrin përgjegjësinë që u takon dhe dalin përballë hajdutërisë. Ky nuk e bën 15 në zyrë, nuk e bën dot. Po të vinë këtu e të rrinë këtu pa ndalim e qytetit mos iki më, ky nuk e bën 15 ditë në zyrë dhe ky do të kthejë një standard shumë të madh për këtë do të vinte nga pas, për të kuptuar që kur qytetarët dënohen në thelb, ata dalin edhe ti ikën. Por e dakord jemi ne, po tani këtu ndesa je progat e ndrimeksin i qose vimrim aty ditë natë, olla. Qa të bëjmë ditë natë në aty? Ore, qa do një që është kërkesat e mësore? Sa ko u be aty? Sa ko u be? Ti zoti Rakipi e ke rogën goxhat mirë edhe mund të rezistosh 2-3 muaj, jam i bindur për këtë. Që të vitë rriti 2-3 muaj? Po janë të një parok, po që për janë 2-3 muaj? Pa tjetër. Shundërtojnë demokracitë dhe republikat. Po qa të bëjmë, o zotri, qa është kërkesat e mësore që ju keni? Që të hajde po vi për ta kërkuar. Çfarë është kërkesa kryesore? Dale. Kërkesën kryesore e ka artikuluar 2-3 ditë përpara dhe thotë që të vendoset, të caktohet një qeveri tranzitore, 12 mujore dhe të përgatiten zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra të ketë një mënyrë për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Tani këtë tezë e artikuloi dhe zoti Berisha. Dhe pyetja për zotin Lapa është duhet ketë një bashkim të forcave opozitare për të organizuar këtë protestë që kërkon, apo se cili me istikamin e ti bën atë që mendon, ti mbledh disa njerëz, dhe mbledh disa njerëz, Agron Shehe nga ana tjetër mbledh disa njerëz, pra kështu si ishu të veçuar, duket sikur nuk ka rezultat. Kur zoti Berisha thotë që të premten do mbledh partitë e opozitës dhe do diskutojmë se si duhet të reagojmë ndaj qeverisë. Partitë e opozitës ka Fatmi Mediun këta, nuk ka këta. Dakord, pra, po ftesa është për të gjithë. A i përgjigjet ftesës së tij zoti Lapaj, ose nga ana tij, a ka një ftesë ai për forcat të tjera, pra për një bashkim të forcave opozitare, jo thjesht ja të përgjigjet. Kam një ftesë që kam 4 javë që po e bëj. Çdo njeri që është në opozitë me regjimin e Edi Ramës duhet jetë në këtë shesh në një flamurin kombëtar. Ka nevojë për shumë negociata kjo punë, është e thjeshtë. Flamurin kombëtar përpara dhe të gjithë o burra kundër atij që po na shtyp, po na vjedh, kaq. Kaq është shumë e thjeshtë. Sepse flamuri kombëtar na bashkon. Ai socialisti që është i zhgënjur me Edi Ramën vjen sepse thotë jam në flamurin kombëtar për një kaos të drejtë. Ai demokrati vjen se thotë jam në flamurin kombëtar në një kaos të drejtë. Ai njeriu që nuk merret fare me politik vjen se thotë jam në flamurin kombëtar me një kaos të drejtë. Kështu që unë kam thënë, flamurët të selit, partinë të selit, sot nuk është koha për partinë, sot është koha për Shqipërinë. Ka një kohë për partinë, ka dhe një kohë për Shqipërinë. Na duhet masivisht kundër Edi Ramës, i cili është një njeri që trëmbet nga 2 çadra të vogla. Trëmbet nga 2 çadra të vogla, imagjinoni këtu të bëhen mijëra njerëz të cilët rrinë me qindra dhe të ngrihen 10 dhe qindra çadra.
dhe t'i rrinë poshtë zyrës, dhe t'a rrethojnë, dhe t'i bëjnë thirrje e gjithë vendit të çohet masivisht kundër tij, për të bllokuar gjithë sektorët e jetës, përveç atyre që janë të një rëndësie strategjike, siç mund jenë zjarr fikse të aeroportit të Merat, Atëre, për ta okej. ndalur këtë njeri. Ti, do me thënë, thua rreth flamurit kombëtar, të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, me hymnin e flamurit, Absolutisht po. me këtë këngë dhe me hymnin e Absolutisht flamurit. po. Nuk e çan me ndere njeri fare për këtë punë. Dëgjoj mua.